Mend s'kishte, mend s'donte, mend shiste. Lobi është tipik matrapaz. I kam taktikat mia që po mundon me dhënë presion, po jo me lëndu. Vjen keq që kë erdhe dhe ra niveli deri në 100 pikë, se hala asnjëherë nuk e kena pas debate të tilla me si fjalëve. Kur edhe pse kena bo debat me një tjetrit, nesrit kena mujt nashta me fol një tjetrit se si kena prekën limite. A s'ke diçka tjetër me vesh vetëm këto femrave? Pyet? A s'ke diçka tjetër vetëm këto femrave? A s'ki ku më ka vesh që kjo? Për çfarë arsye ma cek? E drejta ime është kjo. Për çfarë arsye ma cek ti nuk i Po can? dukush vëlla, s'o di. Për çfarë arsye cek ti ki can? A vesh nën si femën, a vesh nën si mashkull, a vesh nën si palaço, është komplet mendimi jam, e drejta janë dhe ty nuk takon as edhe një moment me cek se çka vesh jon. Me çfarë drejte? Kësaj na i thu hupi 3 kg, shtoj 3 kg, mu pse veshësh si femna. A nuk i ku me u kat? A nuk i ku me u kat? Kadal. A nuk i ku me u kat? Kadal. Çka kadal? Çka kadal? Më prekin do stane që unë jam tepër sensitive dhe nuk e lejoj jo këtu mrena, po as jashtë, se unë e di çka bëj, e di kush jam, e di ku qëndroj, edhe veç për çfarë arsye ndoshta jam çikaq i lirë mi shfaq veten edhe këtë sene që i bëj çto. I kam taktikat mia që po mundon me dhënë presion, po jo me lëndu. Për çfarë arsye cek? Shpjegoma. Për çfarë arsye cek? Se është çështja ime. Çfarë çështja jote? A ka dinë që ai ka nxjerr mas pari pigoja, a veç sa me kriju debat kët. Sta japi atë mundësi dhe atë knatësi se je personi me kapacitetin ma dopt që to. Ta votus të ti që janë që vishen si femra. Në momentin që personi ta drejton gishtin ty, që ti po veshësh si femën e po bën kësi gjonave, e bën për me largu dyshimin të vetja. Feja ime nuk më lijon ajo. Unë jam musliman. Feja ime nuk më lijon ajo vëlla. Lobi është shembull se çka një person fetar që i thot vetës fetar nuk duhet me e bo. Nëse me dhaman është lundrimi i një... Njeri kur veshët ato sen, në moment që... Vasta me thonë gjasën shpia, që ti menon se grupi LGBT ato e votu lundrimin? Nuk e besoj që është homoseksual, nuk e besoj dhe nëse është drejta i ti mërë, drejta është dhe kujtë është mërë. More më ki thonë solitar fortë se atuj si shkuta senet e njajta gjithve. O lab, mos të mrejsi. Edhe unë e di që ai po më shem mu si lojtar fort, edhe unë e shoh si një lojtar super fort ato. Mend s'kishte, mend s'donte, mend shiste. Qyre, dhe më do kështi sikur mend, a disa mend i kiti, që po më do kështi sikur pule që ka sa ka dhëmë. Bro, je zero, nuk i artikulim, nuk je i pasur në fjallor, nuk di me bo një debat. Kë mund të më thonë mu zveshën si femen, po e thëmë me shumë sen, po një analizoj njerës, e nëzan e kom zonë me 100 herë të mqyr mu edhe djem tjerë në organe gjenitale. Para me ndo. Edukata jote. Ti më me qenë edhe si fëmiju im edhe shtu që me thëmë shtu, të reklamon robët e femrave. E ku po të dhamë ty që unë i reklamoj robët? Po, të rego qka je, vërtetën. Të rego, jam që kjo edhe që ty, jam du më bo edhe qaq. Ku po të dhamë? Po më dhamë... Po nashta ma mirë me konë që si shembull, se sa shembull si Mos u dri. Lobi është tipik matrapaz. Matrapaz, person që është në gjendje me bo lloj-lloj pisleko, lloj-lloj ofendimi, lloj-lloj gjaje, veç për marrë të qëllimi caktum që për të është fitoria. Je kapaciteti jull, teti jull, je kapaciteti jull. Mos ma përmen mo qatë pjesë. Mos të më qitë prej vetës. Do me thonë homofob. Qa ka me lyp një person që është homofob këtë? Unë respektoj gjitha komunitetet, gjitha këto, ma nuk e praktikoj une, kur gjoj që. Muna mu vesh si femen, po ta theksoj këtë sen, tepër, edhe e bëj pa më dridhë qërpiki, se e di kush jam, e di ku qëndroj, i di preferencat e mija, ndryshën është prej disa personave që më shefen edhe paraqiten për diçka që nuk janë. Unë bëna shër budal, bëna për veti budal, po nuk jam budal. Jam kogja i menqur. Dhe që pranoj se është homofob? Kja? Si vete kuptov si temë.